Shumë njerëz duan të nisin diçka online, por të motivuar vetëm nga të ardhurat. Gjë normale kjo deri diku, por gjëja më e zgjuar do të ishte që të pyesim veten çfarë duhet të bëjmë në mënyrë që të paguhemi. Si funksionon kjo puna online? A është diçka që unë mund ta bëj? A është diçka që unë e shikoj veten duke bërë në terma afatgjatë? Kjo në vetvete është një strategji. Ja se çfarë duhet të pyesësh veten. A të pëlqen content creation, sepse është diçka që nuk e shmang dot? A do të shfaqesh me identitetin tënd online apo do të gjesh ndonjë alternativë tjetër? A ke durim për të ndërtuar diçka? A ke disiplinën për të punuar, sepse në fakt në këtë lloj pune ti nuk ke dikë mbi kokë që do të kërkojë llogari në fund të ditës apo në fund të muajit. Dhe kjo varet plotësisht prej teje, duke ndikuar në mënyrë të drejtë për drejtë edhe të ardhurat e tua. Dhe a je i gatshëm që të mësosh gjëra të reja, sepse kjo është bërë diçka shumë normale në këtë lloj pune, pasi ka ndryshime të reja her pas here, qoftë në platformat që ne përdorim ose në mënyrën se si tregu ndryshon. Nëse ti dëshiron që të qartësohesh mbi mënyrat që funksionojnë për të punuarit online, çfarë aftësish të duan dhe si mund të fillosh, komentoj qartësi dhe do të dërgoj diçka në inbox që do të ndihmoj ty se si të fillosh që sot.